Njihuni me 4 shenjat e horoskopit që janë si mbretër dhe nuk kërkojnë kur falje. Disa njerëz kërkojnë falje lehtësisht edhe kur nuk janë fajtor për mirësjellje, paqe në shtëpi apo thjesht sepse nuk e durojnë dot tensionin. Por pastaj janë edhe këta të tjerët, ndoshta mund të falin, por ta pranojnë fajin vështirë, thuajse pamundur. Ja 4 shenjat horoskopit që kanë thuajse të pamundur të thonë më fal dhe arsyet pse kjo fjalë u duket kaq e vështirë. Luani nuk bën gabime, të paktën kështu mendon vet. Në mbretërinë e tij ai është ai që di, vendos dhe udhëheq, dhe siç dihet mbretërit nuk kërkojnë falje. Nëse përballni me një gabim, do t'ju shikojnë me një shprehje që thotë: vërtet mendon se kjo ishte një gabim? Edhe nëse kupton në heshtje se ka gabuar, do të përpiqet t'ju zbus me sharm, komplimenta apo një ftesë për kafe, por fjalën më fal me gjasa nuk do ta dëgjoni. Akrepi nuk haron dhe nuk pranon humbje. Kur bën një gabim në mendjen e tij, fillon një operacion i tërë strategjik si ta rregulloj situatën pa pasur nevojë të kërkoj falje. Mund të bëj gjithçka për ju, madje t'ju shpëtoj nga një apokalips, por jo të thot më fal, vetëm nëse ndodh ndonjë dukuri e rrallë qiellore. Akrepi e ndjen thellë kur gabon, por ti tregoj dikujt të dobësi duket vërtet e vështirë. Për të një ndjesë është si të heq të gjithë mbrojtjen dhe këtë nuk e bën lehtë. Për ujorin, kërkimi i faljes shpesh është i pakuptimt. Pse të kërkoj falje kur gjithçka është relative dhe e vërteta ka shumë shtresa? Kur bën një gabim, ujori pritet të tërhiqet dhe të ofroj një shpjegim teorik për sjelljen e vet. Në vend të më fal, mund të dëgjoni. E di kur mendon më thellë, sjellja jote është produkti i konstrukteve shoqërore. Nëse prisni një falje të drejtë për drejtë, do të shkënjeheni, por nëse adhuroni diskutime filozofike me trikapituj, jeni në vendin e duhur. Demi rrallë pranon fajin sepse është i bindur se vepron drejt, edhe kur bën diçka gabim, mendon se rrethanat nuk i kanë lënë zgjidhje tjetër. Nuk është se nuk dëshiron të kërkoj falje, thjesht nuk e sheh të nevojshme. Falja e tij mund të vijë në formën e një darke të shishme, një rafti të riparuar, apo faktit që ju lejon të zgjidhni filmin për mbrëmje. Nëse prisni ndjes me fjalë, ndoshta më mirë të kënaqeni me gjestet e tij të heshtura por domethënëse për pajtim.